Mirlin Daku ka bërë prapaktheu pasi klubi i Zenit Shën Pjeterburgut është tërhequr nga gara për të siguruar shërbimet e sulmuesit shqiptar. Sipas mediave ruse, shkak janë bërë kërkesat shumë të larta ekonomike të futbollistit shqiptar ndaj një prej klubeve më të fuqishme në kampionatin rus, që sponsorizohet nga paratë e kompanisë Gazprom. Burimet e mediave ruse insistojnë se Daku ka kërkuar një rrok që kalonte 3.5 milionë eurot në sezon, me bonuse të ndryshme për të finalizuar transferimin e tij nga Rubin Kazani, kërkesat të cilat nuk kanë bindur drejtuesit e skuadrës së Zenitit që janë tërhequr nga gara për firmën e tij. Deklaratat një ditë më parë nga menaxheri Haris Fakic janë konfirmuar dhe nga miliarderi rus Aleksandr Medvedev, i cili është aktualisht presidenti i Zenitit dhe nëndrejtori i Gazpromit. I kontaktuar nga agjencia e lajmeve TASS para një forumi ndërkombëtar në Shën Pjeterburg, ai ka shpjeguar se çdo negociat për Dakun kishte marrë fund. Çfarë do të thotë që transferimi i Dakut është në rrezik? Ne thjesht nuk ja dolëm të gjenim një marrëveshje me lojtarin dhe përfaqësuesin e tij. Ai nuk do të transferohet te Zeniti, tha presidenti i klubit rus, duke i mbyllur kësaj dyert e klubit të tij sulmuesit shqiptar.